Një mjeshtore pak më ndryshe nga ato që zakonisht I njohim tek ofertuesit shqiptar është Zia Val AG, buz liçenit Bodense, jo larg kryeqytetit lindor të Zvicrës, St. Gallen. Mjeshtoria e drejtuar nga Valmir Xhemaili është e specializuar për produktet e gjedhit, kryesisht mish I cilësisë së lartë që përgatitet në formë fileti për nevojat e restoranteve. Ne jemi një mjeshtore që punojmë me restorante dhe mishin e përgatisim direkt këtu, domethënë nuk ka nevojë myshteria, me ardhë me thonë se e dua gjysmëviçi. Ata porcionojnë çdo pjesë të mishit sipas porosisë dhe ua dërgojnë të gatshëm restoranteve për gatim. Ne I prejmë copat e mishit sipas nevojave të kuzhinierëve dhe I porcionojmë ashtu që gastronomët të mos kenë nevojë ta blejnë komplet kofshën. Valmiri e di për çfarë po flet. Familja e tij ka një përvojë të gjatë në gastronomi dhe ata sot drejtojnë pizzeritë më të njohura në Roshas. E kam parë si nevojë hapjen e një dyqani të tillë, sepse një mjeshtore si kjo nuk ka pasur në Roshas. Mjeshtoria Zia Val AG gjendet në qendër të qytetit dhe ofron mish të zgjedhur për nevoja private dhe restorantesh. Vetëm në familjen tonë kemi 4 pizzeri që I furnizojmë me mish, tregon Valmiri. Familja Xhemaili ka mbi 11 vite që drejton me sukses pizzerinë e njohur Roma në Roshras. Ne I furnizojmë restorantet më të mira me këtë anë, jo vetëm me mish, por edhe me shpageta, makarona e produkte të tjera ushqimore të nevojshme në gastronomi, tregon Valmiri dhe shton. Gjithsesi produktet tona në shitore I ofrojmë edhe për konsum privat. Kërkesat e restoranteve janë shumë të larta, vetëm në pizzerinë tonë Roma më nevojitet mua secilën ditë nga një rinc file. Mirëpo nuk janë vetëm pizzeritë e familjes Xhemaili që ata I furnizojnë me produkte të mishit. Në dyqanin Zia Val AG, konsumatorët mund të furnizohen edhe me produktet e tjera ushqimore, të importuara nga Ballkani, si djathi, erza, suxhuke, perime të konservuara. Ushqime tradicionale shqiptare si suxhuku, qebapa e qofte I bëjmë vetë, po ashtu edhe bratwurst, I njohur në St. Gallen, thekson 31 vjeçari I rritur në Rosraq. Valmiri në mbrëmje punon në pizzerinë Roma, e cila ka më shumë 11 vite, që është në pronësi të familjes Xhemaili, me një klientel të përzier, ku drejtuesit shqiptar të pizzerive, siç thot ai, nuk duhet të fshihen më pas emrit pizzeri italiane. Jam mësuar, krejt e din që jemi shqiptar, thot Valmiri dhe shton. Kjo ka qenë në fillim para 10-15 vjetëve, ishte shumë problem me hap biznesi shqiptar, sidomos këtu, por tash jam mësuar dhe ajo koha është prapanesh.